Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yawmiddin. Wa ba'd. Falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Madhreshëm. Salavat dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e tij të ndershme, shokët e tij fisnik dhe gjithë ata cilët ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e fundit. Dëgjues të nderuar të radiostarit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në këtë emision të radhës, emisionin Feja është këshill, do të flasim për disa gabime apo lëshime të cilat bëhen nga ana e muslimanëve në çështje të besimit. Pra është një lloj sqarimi i disa gabimeve në besim. Rëndësia e kësaj çështjeje vjen në pa për shkak se lëshimet dhe gabimet në besim e dëmtojnë besimin e muslimanit. Dhe dëmtimi i besimit, i cili është bazë, themel për besimin e tij, padyshim se është prej çështjeve më madhore dhe më të rëndësishme, nga se çështja e gjunaheve edhe mëkateve është punë e cila varion nga mundësia që Allahu Azza wa Jall t'ia falë robit, edhe pendimi apo kërkimi i faljes së robit për gjunahet e veta, ta arrin faljen e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo i përket anës së mëkateve, mi po çështja e besimit është diçka të cilën Allahu Azza wa Jall nuk toleron gabime në të. Për shkak se besimi nuk ka hapësirë, nuk ka mundësi që në to të tolerohen gabimet, edhe pse për çdo gabim Allahu Azza wa Jall e pranon pendimin e robit ku ai pendohet edhe për ato gabime. Po megjithatë, Allahu Azza wa Jall na ka treguar në Kur'an se nuk ka pejgamber të mëhershëm që e ka dërguar si pejgamber, vetë se e ka dërguar që njerëzit t'ua mësojnë besimin. Vetëm se e ka dërguar pejgamberin që njerëzit t'ua përmirësojnë besimin, t'ua përmirësojnë itikadin, bindjet e tyre, sepse kjo është gjëja më e rëndësishme, që njerëzit mos të kenë bindje të gabuara. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Nuk ka, thot Allahu në Kur'an, pejgamber që e kena dërguar të mëhershëm, vetë se e kena porosit atë, vetë se i kemi shpall atyre pejgamberve prej Nuhit a.s. deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çka që të thon popujve të tyre se nuk ka kush që e meriton të adhurohet veç se Allahu Azza wa Jall. Kjo merit e adhurimit e cila i drejtohet Allahut të Madhreshëm nuk ka mundësi me u plotësu, nuk ka mundësi me u drejtu, nuk ka mundësi me qenë korrekte, nëse robi nuk i mëson, nëse robi nuk e mëson se si duhet të adhuroj Allahun Azza wa Jall. Andaj në çështje të adhurimit, në çështje të besimit, e vetmja mënyrë për të pas besim dhe bindje të drejtë është që ajo të praktikohet përmes kujt? Përmes pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Secili pejgamber, prej Nuhit a.s., Ibrahimit a.s., Musait a.s., Isaut a.s., Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamber që kanë qenë të dërguar tek popujt e tyre, secili prej tyre ka pasur për obligim që spari t'u mësoj njerëzve besimin dhe t'ju tregoj atyre se përmes udhëzimeve se kësaj duhet të adhurohet Allahu Azza wa Jall dhe kësaj nuk duhet të adhurohet. Se adhurimi i takon vetëm Allahut Azza wa Jall dhe nuk i takon askujt tjetër. Andaj secili prej pejgamberëve u ka thënë popujve të tyre: "Wa man yakfur bit-taguti wa yu'min billah", kush mohon adhurimin ndaj dikujt tjetër. Pra, kjo është një prej udhëzimeve të para, një prej besimeve, një prej principeve, një prej parimeve të para që secili pejgamber i ka treguar popullit vet. Nëse dëshiron me qenë besim drejt, nëse dëshiron me qenë me bindje korrekte, atëherë spari duhet ta mohosh adhurimin ndaj ndonjë krijese tjetër dhe atë adhurim t'ia drejtojsh vetëm kujt? Vetëm Allahut Azza wa Jall. Wa me yakfur bit-taguti, kush e mohon adhurimin ndaj dikujt tjetër. Wa yu'min billah, dhe beson në Allahun e Madhreshëm si krijues i gjithësisë, i njerëzve, i kafshës,
i kafshëve dhe i krijesave tjera. Faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, ky person me këtë besim të drejtë, me këtë bindje korrekte, është kapur për një lidhje shumë të fortë, lidhjen e besimit, lidhjen e imanit, sepse e ka mohuar se dikush tjetër e meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jall. Si ka mundsi dikush tjetër ta meritoj adhurimin, kur çdo kush tjetër posa Allahut është krijesë e Allahut. Atëherë kush krijohet, kush adhurohet? Adhurohet krijuesi dhe nuk adhurohet krijesa. Allahu azza wa jall është ai i cili ka krijuar qiejt. Allahu azza wa jall është ai i cili ka krijuar tokën. Allahu azza wa jall është ai i cili ka krijuar ujin, shiun, bimët e kështu me radhë. Allahu azza wa jall është ai i cili lëshon ujin. Allahu azza wa jall është ai i cili nxjerr bimën. Allahu azza wa jall është ai i cili ka krijuar njeriu. Allahu azza wa jall është ai i cili ka krijuar diellin, qiellin. Allahu azza wa jall është ai i cili e ka bërë të mundshme jetesën në këtë tokë. Përderisa është ai i cili i ka bërë të gjitha këto, i vetmi i cili meriton të lutemi atij për nevojat tona, për kërkesat tona, për ndihmë, për strehim, për mbrojtje, për shërim, për furnizim, është Allahu azza wa jall. I vetmi i cili duhet kemi kujdes nga ndalesat e tij, për shkak se janë në dëm tëndin, është Allahu azza wa jall. Atëherë çdo pejgamber që ka dërguar Allahu azza wa jall ka pas për qëllim që t'ia mësoj popujve tyre se besimi i drejtë është çështje me rëndësi. Bindja korrekte është shumë me nam të madh për cilën besimtari duhet ta mësoj. Nuk ka mundësi me thonë besimtari se jam besim drejt, jam me bindje korrekte, nëse ai nuk e mëson ato përmes mësimeve të pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Secili pejgamber i Zotit ka thirrë me një besim, me një drejt, me një bindje të drejtë. Secili pejgamber i Zotit ju ka thënë popujve të tyre besoni në Zotin një, krijues i kësaj gjësie. Mirë po, si ta adhurojmë atë përmes mësimeve të pejgamberëve që Allahu ua ka shpall atyre. Që Allahu azza ua ka shpall atyre. Mirë po, sigurisht se njerëzit bëjnë lëshime, njerëzit bëjnë gabime në besimet e tyre, thojnë fjalë apo bëjnë vepra të cilat e defektizojnë, e prishin besimin e tina, të cilat duhet ruhet prej tyre. Pra njeriu nuk duhet që të mësoj vetëm atë që ka i novitet prej besimit, po duhet mësoj atë që të ruhet edhe pra asaj që ka e prish besimin e tina. Qose ka diçka që e prish besimin e tij, ai duhet që ta di atë, në mënyrë që mos ta përsërisë ato, sepse ajo ose zbeh besimin e tij, ose e tren tërsi. Ose zbeh, ose e tret. Kjo e tretja e besimit tina është më e keq se sa zbehja. Mi po zbehja e vazhdueshme, përmes fjalëve apo veprave të ndryshme, edhe kjo e ka rrezikshmërinë e vet, sepse kalon në atë gabimin më të madh deri te humbja dhe asgjësimi i besimit në tërësi. Prandaj për mos qenë pjesëmarrës në gabimet të cilat bën në besimet, në të cilat e prishin besimin e besimtarit, njeriu duhet të di disa gjëra, disa gabime të cilat njerëzit bijnë to në mënyrë që të ruhet prej tyre. Prej gabimeve të cilat njerëzit i bëjnë në jetën e tyre të përditshme dhe mendojnë se nuk ka të keqen to, kurse ato në realitet defektizojnë besimin e tina, është për shembull gabimi kur njeriu betohet me dikë tjetër pos Allahut, apo betohet në dikë tjetër pos Allahut azza. Njeriu në jetën e përditshme pse betohet në dikë? Njeriu betohet në dikë në jetën e përditshme për shkak se mendon se ai betim i cili e bën në diçka ka vlerë, ka merita. Dhe nëse betohesh në të, po tregon besnikshmëri, po betohesh në dikë, se nuk kemë thy besën, sepse po betona në dikë që ka vlerë, ka meritë tek njerëzit, edhe është e njohur, është e qartë tek njerëzit. I po njeri në realitet nuk e din që betimi i vetëm i takon vetëm Allahut azza, sepse ai është krijuesi. Allahu azza është ai i cili ta lëshon smundjen. Allahu azza është ai i cili ta hiq. Allahu azza është ai i cili ta lëshon furnizimin. Allahu azza është ai i cili ta ndal. Allahu azza është ai i cili të furnizon me fëmijë. Allahu azza është ai i cili ta ndal këtë çështje. Kjo punë është në ku? Në çka? Në dorën e krijuesit, në dorën e Allahut azza. Përderisa të gjitha meritat, për çdo punë po i takoj kanë vetëm Allahut azza wa jall, atëri vetmi i cili po meritoj ka më u betun të,
është Allahu i madhëshëm. Bela i gëzohet kur njeriu betohet në të, sepse çështja e besimit po tregon besimin tënd se sa e ke ti bindje në Allahun e madhëshëm si krijues i gjithësisë, i krijesave, e kështu me radhë i njeriu. Prej betimeve të gabuara, të cilat njerëzit e bojnë jetën e përditshme është betimi pasha jetën time, pasha çabën, pasha kryt e babës tem, edhe shembuj tjerë të ngjashëm, pasha evladin tem që e kom, pasha ato, pasha këto. Të gjitha këto betime muslimani duhet të largohet prej tyre, duhet të distancohet prej tyre, sepse nuk e meritojnë ato krijesa në cilat po betohet ai, nuk e meriton. Se çka do thot betim, betohem. Po ti, si tham, po je bes për një punë, për një çështje të caktuar, se unë do të realizoj, apo do ta çoj në vend, përmes betimit të cilën e bën në krijesën, në filan krijesën e caktuar. Kurse ky nuk është betim. Ndoshta betimi në Allahun Azza wa Jall e ka peshën e madhe. Kur njeriu betohet në Allahun Azza wa Jall, njerëzit ndalen edhe të ndëgjojnë, edhe të besojnë, sepse po betohesh në krijuesin, në Allahun e madhreshëm. Andaj edhe kur njerëzit betohen në Allahun e madhreshëm në mënyrë të rrejshme, gjunaja është shumë i madh. Dhe mu për këtë Allahu Azza wa Jall në Kur'an ka ndaluar që njerëzit të betohen në Allahun Azza wa Jall rrejshëm, sepse është për gjunaheve të mëdha, jo për gjunaheve të vogla. Sepse je betun diçka shumë të madhe, je betun krijuesin ton në Allahun Azza wa Jall. Me pas kujdes njeriu në jetën e përditshme, sidomos tregtarët, apo njerëzit që mirë me biznese të lloj-llojshme, mos të betohen në Allahun Azza wa Jall rrejshëm, nuk kanë me pas sukses. Allahu Azza wa Jall atyre njerëzve nuk jep bereqet. Allahu Azza wa Jall rranat e tyre i qen shesh, siç thot populli, rrana i ka kom të shkurta. Betimin e Allahun Azza wa Jall rrejshëm është për gjunaheve shumë të mëdha. Edhe çështjen veti, tematikën veti, për cilën ka nevojë të flasim për to. Për këtë shkak edhe është shumë e madhe dhe ka përmend Allahu Azza wa Jall në Kur'an që mos më u betu në dikë tjetër veçse në Allahun Azza wa Jall dhe mos më u betu në Allahun Azza wa Jall rrejshëm. Mos më u betu në Allahun Azza wa Jall rrejshëm. Andaj betimi në gjëra, në krijesa është betim, është gabim në bindje, në besim, sepse ka çështje ka lidhje me zemrën e bindjen e një besimtari. Betimi në krijesa, sikur llojet që i përmendëm, vendimi për të në Islam është se konsiderohet si shirk i vogël, idhujtari e vogël. Idhujtaria ndahet në dy lloje, idhujtari e madhe edhe idhujtari e vogël. Idhujtaria e madhe njeriu e nxjerr nga Islami, sepse ka bërë një idhujtari të madhe. I ka bo shok Allahut Azza wa Jall në adhurim, i ka adhuru dikon tjetër përveç Zotit, apo ka kërku ndihmë prej dikuj tjetër në çështje të cilat s'ka mundësi dikush me ndihmu veç se Zoti. Shkon një njeri edhe të një dru, lutet për një drunit famshëm apo të njohur apo shumë të vjetër, se ka mundë, se njerëzit janë lutë aty dhe ka mundësi me ndihmuaj, apo tek një varr i filanit, se filani i cili është i vdekur në atë vend ka mundësi me të ndihmuaj. Kjo është shirk i madh. Nuk ka mundësi e me të ndihmu. Kjo nxjerr prej Islamit. Muslimani duhet me pas kujdes se çfarë po vepron. Duhet me di se kush është krijuesi, kush e meriton të adhurohet, kush ka mundësi me të furnizuar me evlad, me rrezik e kështu me radhë. Kush ka mundësi me shiru, kush ka gjëra të cilat nuk ka mundësi dikush tjetër me të ndihmu përveç se Zotit, nuk kërkohen prej tina, po përveç se prej Zotit kërkohen. Ky është shirku i madh. Shirku i vogël është kjo një prej llojeve të betimeve në krijesa tjera përveç Allahut Azza wa Jall. Përveç Allahut Azza wa Jall. Çka do me pas kujdes, përderisa vendimi është i tillë, konsiderohet idhujtari i vogël. Nuk do të thotë se është e vogël njëri mos me pas kujdes to, ai se s'është kurrë nuk është punë e madhe. Jo. Muslimani duhet të pas kujdes për kësaj çështjeje, sepse është shumë e rëndësishme. Sepse një herë, 2, 3, 4, atëherë kjo idhujtari e vogël po bëhet traditë tek njeriu. Edhe shumë shpesh shndrohet në çka, në idhujtari të madhe. A dëshiron muslimani që të bën vepra që e nxjerrin aty për Islamit? Sigurisht se nuk dëshiron. Dhe mu për këtë arsye edhe ka kujdes. Kjo është shumë prezente tek njerëzit. Njerëzit nuk e dinë, nuk janë të vëmendshëm, nuk janë vigjilant, habitën, harrojnë Allahun e madhreshëm
e harrojnë krijuesin e tyre, e harrojnë të mirat cilat ai ja ka zbrit. Shpesh herë detyrohet njeriu t'i përmend argumente cilat janë në natyrë, në horizont, sipërfaqe, cilat na rrethekojnë neve për çdo ditë. A kthu vallë, pas gjithë këtyre argumenteve që na rrethekojnë neve për çdo ditë, njeriu mundet, nuk ndalet edhe me logjiku edhe me mendu se me të vërtet ekziston një krijues. Po jo vetëm kaq, po edhe me mohu krijuesin, edhe me luftu krijuesin, është absurde për një njeri i cili ka logjik. Po sikur të mos kishte qenë krijuesi, a thu vallë, pse kemi ardhur në këtë dynjë? Kush na solli neve? Kush na i boni këtë komoditet në tokë? Kush na i boni këtë harmoni, këto zhvillime, këto procese të cilat kryhen në horizont, natyrë, dielli, hana, toka, dita, nata, shiu, bora, vera, nxehti, ftofti. Kush është ai i cili ka rregullu këtë çështje? A thu vallë vetë ju këto ndodhen? Koha, ditët, javët, muajt, stinët, vitet, kush ka rregullu këtë çështje? Vetë ju ka ndodhur këto? Nuk ka mundësi këto vetë ju më ndodhen. Sigurisht i ka rregullu këto kush? Krijuesi ynë, Allahu azza wa jall. Andaj edhe duhet me pas kujdes njeriu muslimani se në çka po betohet, në kë po betohet. S'ka dyshim se ai i cili ka bërë këtë rregulli, ai i cili ka bërë këtë sistem, ai është i vetmi i cili meriton të adhurohet, ai është i vetmi i cili meriton të betohet në të, sepse besa në të është shumë e madhe. Argumenti se kjo është ndaluar në Islam është ajo që ka transmetohet nga Ibn Omeri, një prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: nuk duhet betuar në dikë tjetër pos Allahun, sepse unë thot e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja dhe mëshira qoftë mbi të, duke thënë: kush betohet në dikë tjetër pos Allahut, ai vetë se ka bërë pabesim ose idhujtari. Me pas kujdes. Kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po tregon çka? Në rrezikshmëri. Sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot se ki kujdes, sepse betimi yt në dikë tjetër pos Allahun mundet me të nxjerr pe Islamit. Mundet që me nxjerr në idhujtari, në pabesim. Me një vend tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kushdo që betohet, mos betohet në dikë tjetër pos në Allahun. Thot është urdhër i qartë për besimtarin, për muslimanin, që mos betohet në dikë tjetër pos Allahun e Madhreshëm. Pos Allahun e Madhreshëm. Këpo edhe njerëzit, kur dikush betohet në dikë tjetër për ndonjë antar të familjes, apo për ndonjë të vdekur prej familjes tina, apo në ndonjë krijesë tjetër, njerëzit nuk e marrin për serioz atë person, betimin e tina. Betimin e tij nuk e marrin për serioz. Mirë, po kur betohet në Allahun, edhe shohin që e ka me plot vëmendje, atëherë ndalen dhe mendohen, i besojnë, apo edhe i dalin ndihmë që sa i ka kërkuar ndihmë prej tyre përmes atij betimi. Për kishka ka Allah e ka veçu betimin në të. E ka veçu betimin në të. Allah azza në Kur'an, dikush mundet me thënë se Allahu i Madhreshëm në Kur'an është betuar në disa krijesa. Për shembull ka thënë: "Wal asr", pasha kohën. "O shamsi", "O duhaha", pasha diellin. Por Allahu azza është betuar në këto krijesa jo për me na thonë neve që betonën to, me na tregu se çfarë vlerë të madhe Allahu azza i ka lënë disa shenja. Sikur Allahu azza përmes betimit tina që ka përmendur në Kur'an, pasha diellin, po na do me na tregu njerëzve se shikoni diellin se çfarë krijese është. Shikoni diellin se çfarë krijese është. Çfarë krijese madhështore, është në shërbim të njeriut. Besoni, është një shenjë që duhet me besu në krijuesin e kësaj gjësie. Po, shkencëtarët tregojnë se dielli gjatë verës edhe dimrit afrohet apo largohet, domethënë afrimi dhe largimi prej tokës varion me milimetra. Pak milimetra më shumë më largu prej distancës kohës, tokës,
bëhet shumë ftoftë i madh në tokë. Bëhet shumë ftoftë i madh. Kur afrohet edhe nxehti. Para më sikur për shembull toka të ish largu 1 centimetër më shumë sa që e ka distancën prej tokës. Ku më di çfarë ftoftë ish bën tokë. Këta kush e kanë tregu? Shkencëtarët e kanë tregu. Edhe çka njerëzit ndoshta kishin me vdek prej kujt? Prej ftofti. Mi pa Allahu Azza e ka urdhëruar se sa më nej dielli larg prej tokës. Kush e ka bërë këtë? Allahu Azza më tregu për vlerën e madhe të besimit në Allahun Azza. Shikoni vetëm diellin, ndalni edhe studioni, edhe analizoni. Keni me pasën më të vërtet ky diell e ka një krijues. Allahu Azza ka treguar edhe në Kur'an për çështën e detit për shembull. Ka treguar se deti Allahu Azza e ndal detin mos më vërshu tokën. 1/3 e planetit tokës është dhe, kurse 2/3 tjera çka janë ujë. Allahu Azza sikur mos të në Kur'an, sikur mos ta kishim ndal në ujin e detit, të oqeaneve, kishin me vërshu tokën, s'kish me tokë hiç dhe. Mëne për shembull pjesën e Danimarkës edhe Holandës dihen gjeografikisht që niveli i ujit është shumë më lart se sa toka. Edhe njerëzit habitën se si deti është më lart se sa dheu, edhe prap nuk e vërshon tokën. Kush e ndal ato? Dikush e ndal ato? Është Allahu Azza Jall, krijuesi ynë. Edhe kish një prej shenjave të mëdha, prej argumenteve, prej fakteve që njeriu duhet më ndalë me meditue, me logjiku, me vëzhgu se me të vërtetë ekziston një krijues i cili na ka krijuar neve. Nuk ka ndodhur kjo vetvetiu, nuk ka ndodhur kjo rastësisht. Nuk ka ndodhur kjo befasisht. Në çdo gjë e ka një hikmet, e ka një mësim, e ka një ibret, e ka një urtësi. Andaj Allahu Azza ka ndaluar që mu betun dikon tjetër përveç tij, sepse ai është i cili meriton vetëm betimin. E betimet që i ka bërë Allahu Azza në Kur'an në disa krijesa ti ka desh me na tregu neve, me na dhon fakte se ai është krijuesi ynë. Shpeshherë po i shohimi në për televizionet tona, për ekranet tona, pamje të kujt të diellit, se si zjarri vlon to. Vlon është një planet për plot me zjarr, i cili shpeshherë ndodhin lëvizje të ndryshme, thosë shkencëtar tutën kanë frikë se mos kjo çarje që pas ka ndodhur në këtë pjesë diellit e kështu me radhë, kjo valë e madhe ka më na shkaktu ndonjë dëm neve në klimën tonë e kështu me radhë. Merrni për shembull studioni edhe vulkanet, të cilat dalin prej tokës. Ato tregojnë diçka, tregojnë madhështinë e Allahut Azza wa Jall, në krijuesin ton. Merrni studioni, shikoni për shembull emisione të cilat tregojnë me video, me pamje zjarri i cili gjendet në thellësirat e oqeanit. Oqean, krejt ujë. Mi po në thellësit saj ka vulkan. Edhe nuk e shuk atë vulkan, as ujë oqeaneve nuk e shuk. Kjo tregon çka? Kjo tregon në fuqinë e madhe të krijuesit tonë Allahut Azza wa Jall. Njeriu duhet më ndal me meditu këtë se janë fakte gjalla për çdo ditë, mi po njerëzit janë anashkalojnë edhe prapë e harrojnë krijuesin e tyre Allahun Azza wa Jall. Dhe shkojnë edhe i mbështeten dikujt tjetër përveç tij, kërkojnë ndihmë prej dikujt tjetër përveç tij, edhe betohen në dikë tjetër përveç tij. Andaj është e rrezikshme, përderisa njeriu din këto fakte, i sheh këto fakte, edhe janë bindë se nuk ka kurfar argumente të cilat i mohon ato, prapë shkon edhe i betohet dikujt tjetër jashtë Allahut. Andaj është e rrezikshme që njeriu të betohet në dikë tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Muslimani duhet me pas kujdes që ta largoj këtë shprehi. Ta largoj shprehin e të betohet pasha jetën time, pasha çabën, pasha kryt e babës tem, pasha evlat, pasha fëmijët e mi. Muslimani duhet largohet prej këtyre betimeve, sepse është ndaluar edhe dëmtojnë besimin e tij. E zbehin apo e tretin ato në tërsi, varësisht prej thellësisë së gabimit tina. Prej gabimeve në besim gjithashtu është edhe barazimi në dëshirë mes krijuesit edhe krijesës. Mes krijuesit edhe krijesës. Po, për shembull, është një shprehje të cilën njerëzit e përdorin në jetën e përditshme. Shprehja, po mos të ishte Allahu edhe ti s'di çka kisha bo. Çka lidhja edhe
është e dëmshme, është e gabimshme. Po ma parasysht është e qëllimshme apo jo e qëllimshme, po njerëzit zakonisht për shkak ignorancës, për shkak mosdijes, për shkak mosvëmendjes, gabojnë edhe e bojnë këtë lidhje. Apo shpreha unë s'kam tjetër vetë se Allahun edhe ty. Do thonë, mos kish qenë Allahu edhe ti, s'di çka kisha bo. Apo unë i lutem Allahut edhe ty. Apo meritat i takojnë Allahut edhe ty. Ka të atill të cilat e qesin meritat i japin dikujt tjetër për Allahut azza wa jall. Qoftë për ndihmë, qoftë për rrezik apo diçka tjetër. Edhe kjo është një lloj idhujtarisë së vogël, cilën muslimani duhet me pas kujdes. Sepse i ke bërë shok Allahut azza wa jall. Argumenti për këtë është se transmetohet nga Ibn Abbas, komentatori më i madh i Kuranit, se një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte thonë pejgamberit tina, pejgamberit alaihi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çka do Allahu edhe ti ndodh. Çka do Allahu edhe ti ndodh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kishte kthyer duke i thënë i bëre Allahut shok. Do thot, kur ti thu çka don Allahu edhe ti bëhet, sikur ti po thush se ti njëjt me Allahun, ti ki fuqi sikur Allahu, ti ki mundësi me bo sene që i bën edhe Allah, ti ki mundësi me zbatu edhe realizu sene sikur si i zbaton Allahu azza wa jall. Kjo është gabim. Unë jam krijes, ti krijes, Allah është krijuesi. Do të më bëj dallim mes krijuesit edhe krijesës. Qofse dikush ka ndihmuar prej krijesave, ai është vetëm shkaktari, shkaku. Allahu e ka thënë si shkak ato që me të ardh ndihma përmes tij. Përndryshe, ai i cili ka zhvilluar këtë shkak është krijuesi yt, Allahu i madhreshëm, i fuqishëm, i plot fuqishëm. Andaj pejgamberi sa ka thënë, i bëre shok Allahut, vetëm çka do Allahu ndodh. Vetëm çka do Allahu ndodh. Këto me pas parasysh secili besimtar. Allah azza wa në Kur'an, "Wa ma tashauna illa an yasha Allah." Nuk ndodh ajo çka doni ju, po ndodh ajo çka don Allahu azza wa jall. Me urtësitë e veta, të cilat i din vetëm ai. Me urtësitë e veta, të cilat wa ma tashauna. Nuk është ajo çka doni ju, por Allahu azza wa jall çka ndodh. Andaj këto fjalë do me pas kujdes besimtari, dhe në këso shprehje pa tjetër duhet të shtohet lidhësja pastaj. Për shembull, se kjo dhe nënkupton renditje, nënkupton me vonu. Mi po, kur thu për shembull, po të mos ishte Allahu pastaj ti, tash meritat për ja jep Allahu të azzel, kurse ti e shkaku. Ti i mjeti që përmes te më ka arë ndihma, mi po meritat kryesore që më ka arë ndihma, rizku, furnizimi, evladi, shërimi, ndihma, mbrojtja, është Allahu azza wa jall. A ti përmes teje. Po, Allahu është përbleft që ma kryte një punë, që më timove për këtë çështje. Mi po të mos ishte Allahu pastaj ti. Jo, po mos të ishte Allahu dhe ti. Dhe ti. Që kjo dhe do të fshihet për kësaj shprehje, për kësaj fraze. Po të vendoset pastaj ti. Po të çka thot, unë s'kam tjetër veç se Allahun e pastaj ty. Apo meritat i takojnë Allahut e më pas ty. Çka është e qelluara? Çto ja shprehjet e qelluara, kurse çka do Allahu dhe ti, meritat i takojnë Allahut edhe ty. Unë s'kam tjetër veç se Allahun edhe ty. Po mos kishe qenë Allahu edhe ti. Këto janë shprehjet gabuara, të cilat muslimani duhet të largohet prej tyre. Gjithsesi, janë çështje të cilat muslimani duhet të largohet prej tyre, nuk duhet të përsërit ato. Nuk duhet të përsërit ato. Prej gabimeve tjera, gjithashtu është se njerëzit çka ndodh, njerëzit e shohin kohën, edhe ofendojnë motin. Për shembull, ka njerëz që thonë Allahu e mallkoft këtë kohë, apo Zoti e shëmtoft këtë kohë, apo thonë sa kohë e keqe. Vendimi për to se kjo është haram, është ndaluar. Nuk lejohet me thonë për shembull Allahu e mallkoft këtë kohë,
Apo Zoti e më shumë toft këtë kohë. Ja asesi. Apo sa kohë e keqe, apo sa mot i keq. Nuk thuhet mot i keq. Allahu Azza i ka caktuar stint e vitit me të kallëzu ty se ti ki nevoj për dimër, ti ki nevoj për pranver, ti ki nevoj për ver, ti ki nevoj për vjesht. Se cilastin i ka frutat e veta, se cilastin i ka ushimet e veta. Allahu Azza ta ka bo jetën ty të lloj-llojshme. Allahu Azza nuk ka bërë diçka që ti s'munësh me bart. Po ta ka bo diçka që ti e bart. Qose të godet diçka prej asaj që Allahu Azza e ka caktuar, atë është ai me cakthimin e Allahut Azza wa Jall. Dhe muslimani duhet ta pranojë ato. Përndryshe, stint e vitit, ftofti, nxehti i madh, pranvera, vjeshta, të gjitha këto e kanë atë lloj-llojshmërinë e vet që Allahu Azza përmes tyre ja ka bërë jetën shumë interesante njeriu në këtë botë. Ja ka bërë është interesante njeriu kur vjen dimri, është tjetër ambient. Tjetër ambient, është tjetër ushqim. Dimrit ka pushim. Njeriu për shkak të lodhën, pranver, verës, vjeshtë duke punu. Dimrit njeriu pushon më shumë. E ka mundësinë me bo ibadet më shumë. E ka mundësinë dimrit me vizitu farefisin më shumë. Ka mundësi me nejt me antarët e familjes më shumë. Ka mundësi me adhuru Allahun Azza, ka mundësi me lezu më shumë. E kështu me radhë. Thot, a ka mundësi që kjo lloj-llojshmëri, ky ngjyrim prej Allahut Azza Jall, çohet të ofendohet, kjo është ndaluar në Islam. Allahu Azza pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu i plot fuqishëm ka thënë, i biri i Ademit më irriton kur thot sa kohë keqe, sa kohë pa shpresë, sa kohë gënyse. Askush mos të thot sa kohë keqe, sepse unë jam vetë koha. E rotulloj natën dhe ditën, dhe kur të kem dëshirë, i marr ato dyja, i largoj. E përfundon me kiamet. Pra, kjo fjalë e Allahut Azza Jall përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky citat në Islam quhet hadith kutsi. Është fjala e Allahut, mi po përmes pejgamberit sa nuk është sikur se Kurani. Po është hadith i sakt. Dhe pejgamberi sa po thot se Allahu ka thënë, i biri i Ademit më irriton kur thot sa kohë gënyse, sa kohë keqe, sa kohë pa shpresë. Askush mos të thot sa kohë keqe, sepse unë jam vetë koha. E rotulloj natën edhe ditën. Allahu Azza është ai i cili e bën kohën, ai është ai i cili e bën natën edhe ditën. Dëgjoni çfarë përshkrimi bën Allahu Azza në Kur'an. Thot tuliju lejla fi nahar wa tuliju nahara fi lejl. Thot hin nata në ditë. Nuk ndodh për me njëherë. Nuk ersohet për me njëherë. Kur hiç, po ersimi vjen në mënyrë të ngadalshme. Pse në mënyrë ngadalshme? Mi tregu njeriu që o njeri pregaditu me lon punën, pregaditu me shku në shtëpi, se po ersohet. Shef, nuk mundesh me punu më. Nuk bëhet për me njerë tërë, sikur të bëhet për njerë ersir. Kishme me qenë pat pregaditur, ndoshta kishme pas, do të na kishin ndodh gjëra të ndryshme. Mi po jo, Allahu Azza wa Jall e ka bërë që nata më ardh kadal. Po nuk e ka bërë ditë për me njerë. E ka ndarë hyrja hin dita hin në mbrena natës, largohet nata, duke larguar ersira dal nga dal. E ki agimin e parë, pastaj e ki agimin e dytë, përfundimtar edhe lindjen e diellit. Kur lind dielli, atëherë vetëm qartësohet dita në tërësi. Mi po e ki njerë agimin, i cili dal nga dal fillon me u zbardh qielli, me ardh drita dhe mu largu ersira. Kjo është prej urësisë Allahut Azza. Ai i cili e bën këtë, do thotë ai është vetë koha. Allahu Azza është ai i cili thotë unë rrotulloj ditën edhe natën. Se la vjen kohën e vet. Thotë Allahu Azza në vend ajet Kur'an thotë se dielli dhe hana lundrojnë në orbitat e veta. Kush e ka bërë këtë? E ka bërë Allahu Azza. Përderisa Allahu Azza pas ka bërë këtë për të mirën tonë, për interesin tonë, për leverdin tonë, a lejohet shohat koha? Asesi, është ndaluar. Thot, unë jam vetë koha, thot Allah.
e rrotulloj natën dhe ditën, dhe kur të kem dëshirë, i marr ato dyja. Andaj muslimanit me pas kujdes, është se nga frazat Allah e mallkoft këtë kohë, Zoti shëmtoft këtë kohë, sa kohë e keqe, sa kohë e lig. Jo, nuk thuhet asisoj. Nuk ka kohë të keqe. Nuk ka kohë të lig. Shiu është i mirë, bora është e mirë, secila ato janë në interes të njeriu. Edhe shkencëtarisht dijen këto çështje. Pa shi nuk ngopët toka me ujë, nuk dalin bimë. Shiu, thot Allah në Kur'an, përmes shiut ne rinjallim tokën. Bora është e nevojës madhe. Një dimër i cili kalon pa pas bor, ne piklohemi. Sepse shterët toka, bora e ngin, e ngop tokën me ujë, mushën bunarët, largohen smundje ndryshme, është e dobishme për shëndetin ton, e kështu me radhë. Si ka mundësi me qenë atër kohë e ligë, kohë e keqe? Me pas kujdes muslimani për këtyre frazave, për këtyre çështjeve, sepse janë prej gabimeve të cilat e dëmtojnë, e zbehin apo edhe asgjësojnë besimin e tij, bindjen e tij. Për këtë emision po mjaftohemi me këto gabime, e lutim Allahun e Madhreshëm që na i përmësoj gjuhën tonë, të jemi të kujdesshëm, të jemi të vëmendshëm, të jemi vigjilent ndaj këtyre çështjeve, sepse nuk janë të lehta këto, kanë bëjnë me krijuesin ton, gjëra të cilat na i ka ndaluar Allahu azza në Kur'an, edhe pejgamberi në hadithet e tina, janë gjëra të cilat shpesh përsëriten në gjuhën ton. Ta pastrojmë gjuhën ton nga këto defekte. Allahu azza është ai i cili i ndëgjon fjalët tona dhe u përgjigjet atyre deri në takimin e ardhshëm dëgjues të nderuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.